Djalim fal 5 vakte, por kur vjen në shtëpi rrin veç tu mbërtit. Mua që jam nëna e tij, kur vjen nga puna dhe kur vjen nga xhamia, çfarë këshille keni për të? Subhanallah. Allahu na ruaj. Zoti na ruaj. Allahu në Kur'an në surën Al-Isra tha: "Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma." Mos u thuaj atyre as e mos i rëndo. Mos u fol fjalë që i rëndojnë. E jo më me i bërtit. Subhanallah. Ky është një problem i madh kur njeriu nuk ka kuptuar fenë e Allahut. Kur nuk ka kuptuar çfarë kërkon Zoti prej tij. Nuk ka gjë më të rëndë dhe gjë më të keqe